Mirë se keni ardhur, sot jemi mbledh kryesisht për ta shikuar një film dokumentar që e lansojmë në Ditën e Evropës. Pse ka nevojë për film dokumentar në Ditën e Evropës? Kjo ka të bëjë me faktin që kohëve të fundit jemi të ballafaqur me dezinformata për ndikimin edhe suksesin e Evropës. Ka tendenca të mëdha me inkuraju skepticizëm edhe me kriju një opinion publik që na shtin dyshime për orientimin cilin e ka caktu Kosova qysh moti. E kur për thëmë qysh moti, ky muzej, nëse e vizitoni, është indikacioni qartë qysh prej ramjes e komunizmit dhe socializmit në Kosovë, ne kemi qenë të orientuar në drejtim demokratik edhe kemi dashur me qenë pjesë e vlerave evropiane dhe kemi kërku ndihmën e Evropës edhe NATO-s. Si rezultat i ndihmës së NATO-s edhe rindërtimi që e ka bu Bashkimi Evropian, pjesë e cilit ka qenë edhe Mbretëria e Bashkuar, ne jemi ku jemi sot për të mirat e për të këqijat që i kemi. Si kishim me qenë shumë a keq pa investimet evropiane edhe pa intervenimin e NATO-s që ka ndodhur në Kosovë. Këtë e dim sigurt. E tash, unë veç më thonë që jam vetë dëshmitare e rezultateve që janë shkaktu me fondet e Bashkimit Evropian. Fondet të shumta që Bashkimi Evropian i ka dhënë gazetarëve me cilë komponua dhe vetë kom qenë pjesë e gazetarëve hulumtues që ka prodhu hulumtime që kanë shkaktu ruajtjet buxhetit Kosovës. Miliona euro janë rujt për shkak të zbulimeve që janë bërë në këto hulumtime. Vjetra e qindra njerëz janë arestu apo janë disiplinu si pasoj e investimeve që i ka bo Komisioni Evropian. Kështu që ne nështë ta mundet me thonë dikush na jena të anshëm, sepse ne kemi po në punë praktike qysh ka ndiku paret e Komisionit Evropian. Paret e Komisionit Evropian, organizatën tonë e kanë bo të fort, reziliente dhe kanë bo mos me pas nevoj me utkur edhe me pas nevoj me unvar prej pareve vetëm private që ekzistojnë në Kosovë, sepse opcioni tjetër ka qenë vetëm privat. Për që ato, sidomos në projektin që po e shini këtu, duhet veç me cek që vitin e kalum janë dhënë 10 bursa si pjesë e projektit për gazetari investigative 10 bursa mediave që kanë dashur me prodhu gazetari drejt edhe që bazohet në fakte, që i vërteton faktet, janë dhënë dhe bursa individuale veç gazetarve, përveç medjave ju janë dhënë bursa individuale gazetarve cilët kanë prodhu materiale të ndryshme që kanë bojnë me drejtat njerëzit, ambient, dezinformim, edhe krejt këto gazetarve që nuk i takojnë Birnit. Pra Birni ka funksionu si një bazë që këto fonde i ka shpërnda në për gazetarë tjerë. Si vjetë, vetëm po e përfundoj me faktin që si vjetë do të hapin bursën e re që do t'jipet 10 gazetarve që aplikojnë për temat të ngjashme me i hulumtu bazume në fakte. Pra, po du nështë me cek që në botën që po jetojmë sot, nuk është fort e natyrshme me investu në gazetari investigative. Jo krej donatorët janë entuziast, jemi në një botë ku nuk po të kurën fondet për gazetari investigative, ku dezinformata po e merë shumë a shumë vëmendje, edhe shumë donator konsiderojnë që për mos mi prish punë me autoritetet ku jetojnë edhe ku japim pare zhvillimore, mos mi bo nervoz autoritetet, ma për para nuk japim pare në gazetari investigative. Për që ato rol nuk është bashkë zakonshme si Komisioni Evropian me pas thirrje specifikisht për gazetari investigative, sepse njëjtën kohë që ky Komision Evropian duhet me bashkëpunu me autoritetet e Kosovës, cilat gjasat janë të mëdha që na jemi të i hulumtu me fondet e tyre. Kështu që një dorë e majt na financon neve, një dorë e djathtë i financon institucionet, që me mujt krejt na me funksionu me ndërtu një Kosovë që e mbikëqyr njëna tjetrën. Ka mbikëqyrje dhe i ka që ato checks and balances që quhen anglisht apo mbikëqyrjet njëna tjetrës. Gzona që në Kosovë
Këgja është e shnosh që kjo marrëdhënie e mbikëqyrjes. Kemi shoqëni civile, këgja të fortë edhe të pa që nuk friksohet lehtë, e kjo është rezultat kryesisht i donatorëve të huaj e prej donatorëve më të mëdhej Kosovë është Komisioni Evropian. Në ditën e Evropës po mendoj që kjo është me rëndësi me u majt men, edhe që kjo është arsyeja pse kemi bërë filmin në të cilin do t'i shihni gazetarë tjerë që flasin për atë se si kanë ndiku fondet e BE-s në punën e tyre.